Mendoj se kam të dit një fakt, ti e ki ascendentin në akrep, ndërsa unë e kam hanën në virgjëresh. Po, ndodh shumë shpesh që kam akrep me virgjëresh, ose ascendent, ose hanë. Virgjëreshat janë persona që ju ndihmojnë shumë të tjerëve. Për dallim për çka ku mendojnë njerëzit, për shembull me binjakun ke shumë më shumë ngjashmëri, sepse të dy të keni planetin kryesor Merkurin, edhe jeni shumë llafator edhe ju edhe binjakët. Do me thonë virgjëresha është në fakt ndër shenjat e tokës që flet goxha shumë për shembull. Edhe e ke hanën në gafurre, është e vërtet që je shumë emocionale. Ka shumë energji. Hana në gafurre është lloji i hanës që përderisa egzalton në atë shenjë hana, sepse janë planetet korrespondente, gafurja me hanën. Në anën tjetër është diçka për cilën ti duhesh me punu gjatë për me balancu, sepse është një s'pëdish me thonë një tsunami emocioneve. Edhe njerëzit të cilët e kanë hanën gafurre din edhe me perceptu diçka si kur lëndim, si kur me perceptu diçka si kur qëto ma buni qështu. Jam njeri shumë e qetë edhe ta parashikoj është bajagi. Do me thënë, prandaj jam fokusu me nxjerr, po themi, pjesë karakterit që mu nuk më kanë figuru me këto shenja që më përfaqësojnë. Do me thonë, unë jam një njeri që duran shumë, nuk e them fjalën e fundit parën, do me thonë, duhet shumë mu derdha jo kupa, që unë me marrë një vendim, edhe nuk e marrë vendimet. Jo, jam duke u krahasu me virgët që kam në shoqëri, në familje, edhe shenjat e tjera, jam e prirur me veçu veten në aspektin e durimit, në aspektin e karakterit fort, që ndoshta këto i ke perfekcionu me kohën Ariola, ajo. Jo, mendoj që nuk kam ndryshu, ndoshta jam bë ma person publik, e m'njofi njerëzit, po pjesën e karakterit nuk është se e kam ndryshu shumë. Se njerëzit më thonë, Ariola, sa mirë nuk e ndryshu, dhe po flasim për njerëz që janë rritë me mu. Do me thënë, ngelet i njëjti karakter që në fëmijëri, nuk është se kam ndryshu shumë.